kalojmë një ditë shumë të bukur në Mirëditë, për këtë ditë ka rezervuar shumë gjëra të bukura. Juli, Rita jon, i cili na ka përgatitur dhe ne do të presim të dojmë Mirëditën. Çfarë të bën ty kaq krenare që nga Mirëdita? Ja, çdo gjë. Ja, po do të shikoni në ju. Në fakt keni Gergel një ambasadore shumë mirë kryetar dhe për këtë realisht keni ca si këto të shpërndar në Shqipëri nuk do ishte keq. Me të guzimshmit në Top Channel jemi rrugës së Pashit, do të jenë pjesë të gurra popullore edhe këtë vit Mirëdita do të paraqitet edhe jam me kujtim a jemi të guzimshëm ne dy apo jo? A? Sa i ke burë këta shkrim më të male me këta? A? Ar bukur kështu, kur trit e kryeqytetit mësohen. Ne jemi në habitatin tonë. Ne jemi në habitatin tonë, thotë kujtimi. Ne shuhemi të guzimshëm. Okej, përgjithësi është bukur sot edhe e nisim, jemi të hesë rrugës mundime, do t'ja paraqes pak. Kemi makinë Top Channel të para. Dhe kjo makina që shëtit e shkon në përborgjo. Do shkim të burgu i Spashit. Dhe pastaj ka disa momente artistike që do t'jenë në Rëshen. Dhe pastaj me datën 4 është regjistrimi i burës popullore me grupin e Mirëditës për të dhënë për Krishtlindje. Ka shumë rëndësi që pjesa e Mirëditës tani do t'jetë për Krishtlindje. E unë do t'ju bëj disa sugjerime miqësore edhe drejtuesve të kulturës, bëj disa sugjerime miqësore se çfarë mund të bëjnë pak më ndryshe këtë vit se sa ajo që bëm vitin e kaluar. Tani jemi të ecë me këtë makinën e Top Channel e keni pa ju të guzimshit. E shkon për male kjo. Edhe këtu jemi rrugës mundime, pra rrugës nga Repsi për tek ish burgu politik i Spashit. Është rruga që na çon për tek ish burgu politik i Spashit. Ka ra shumë shi dhe rruga që ka dëmtu pak, por ajo që shoh për shembull që gjithë verën nuk ka ujë, shi tani si vinë të roket. Ja, shi ja si vinë të roket dhe furnizohen pastaj projnët edhe lumejt. Edhe baseni, se furnizohet baseni i Qafkollës tash. Me ujë të fanit të madh dhe fanit të vogël. Është edhe përgjithëtori vdekjes së tij, kështu që jam pak edhe më aprekur. Nuk e di. Jam të përjetuar shumë. Çfarë dëgjoj zemër kur je vogël për nga familjar të tu për gjyshin që çfarë të thonin ty? Që ka shumë e trishtë, për drejtë, sepse nuk e shumë vogël kur babën nuk e kisha në shtëpi. Do jemi këtu te gjëra do më masave, që është këtu te ish burgu politik i Spashit. E shohim këto janë rreth 100 sa maska që janë dhe janë gjitha që ka rrëfime të ish burgos politik. Pa ai çfarë do them? Kjo një bëjë është shkëlqyer nga tek Bokesh. Absolutisht dhe ka funksionuar shkëlqyer për disa kohë. Shitani. Nga që ky nuk menaxhon nga askush. Dhe sot jam të guzimshit e Top Channel, po bëri gjanë shumë mirë, por nuk ka menaxher, dhe ju pa përshtypje, gjithkur vje këtu i pa përshtypje, si një hanë pa porta, s'ka menaxher, nuk ka kujdes, s'ka si gjanë në të. Por ne kemi përtit më të madhe për të bërë ky muzeu dhe për të qenë funksional. Marrim te për shembull këtu. Ja, i shohim te për shembull se tani të marr kufje. Pra një që vjen duhet të marr kufje dhe të dëgjoj këtu. Se çfarë rrëfen ish i burgut politik? Për çfarë? Për një bateri. Pra për një bateri është problemi. Pra e kërkojmë të punë, merrem me burgun e Spashit, oj dashur ministër, merru me muzeun e burgut të Spashit, është turshë. Ta mund dëgjojnë tri që vinë pa fund, vinë edhe të huaj tjerë, me si të dëgjojnë rrëfimet e burgut politik, për një bateri, për mos kujdes, për askan, një hanë pa porta, për çfarë muzeu është ky? Pra, nuk do të dënuar për s'dyti burgu i Spashit edhe një herë. Dhe ky është dënim tamam, dënim për s'dyti, në vitin 2025. Sa bukur. Gjithmonë tash ku shkojmë marrim me veti. E merri veti kudo që shkoni. S'm dallam vetë. E kjo është kujdesi ndaj kafshëve, bravo. Shumë bukur Livia. Ja që ta di njerëzit edhe këto anën tjetër të Livias. Jam shumë marrë, shumë.
Po duket sikur për çfarë ndryshe. Ky veni këtu magjik shumë më vonë. Sa keni licen artificial, natural? Ky është licen artificial, është i bërë yse, ka 19 vjet. Edhe çuar, bravo, çuar atë.